Ne fillojmë emision këtu, mirë që së gjyshja ime të këtepit, unë duke thënë në i gjë për byrekun. Të gjithë flasin, edhe të gjithë bëjnë rëmuja. Këtë mirë se erit me fande e njerë, se ne si kemi dalë nga binarët këto kodë me si po e marim vete, po ta marim, ma pasha. Herët ose vonë, çdo gjë shkon në vendin e saj. Madje kur bëjmë ne drama, që bëjmë sikur nuk i kemi gjatë fare të rrezik, për shembull të vdesim, ne ti bëjmë, ti egzagerojmë, pse ndodhin vetëm mua, që shkoj fati keq për mua, etj. Të del një njeri kështu, bam, është një dritë dielli, edhe të thotë që herët ose vonë, gjithë gjërat kanë aftësinë të qëndrojnë në ajër, por një kohë të mirë dhe të gjatë, ama çdo gjë shkon në vendin e saj. Që dhe ju, duke menduar këtë mos e vrisni mendjen për asgjë tjetër. Lejni që në këto 2 orë tonë njerëz keni shans ta vrisni mendjen, se mbysim mendjen, kohën, gjithçka tjetër me muzikë, me gjëra fani, me lajme fani, me pozitivitet dhe me dashuri. Shumë se për këtë po vuajmë dhe këtë po kërkojmë gjithë. Dashurinë mund ta japësh si duash ti, domethënë. Po që japi dhe me trahore, dini? Edhe kështu mund ta japësh. Po mirë tash përndani dashurinë me këngë bukura si kjo Starboy The Weeknd, një këngë që mua më është bërë virale tani më në kohë, domethënë, dhe e këndoj e dëgjoj non-stop dhe e kam shumë gjanë si këngë. Mund ta jepni dashuri me mesazhe, mund ta jepni me mesazhe zanore, mund ta jepni me video, bëj një video ku dukeni sa më bukur dhe dritën ta keni favorin tuaj, unë këtu duket se e kam dritën mirë, përndryshe e kam tmerr, këtu dal shumë tuar, po nëse ç'është tjetër. Dhe mund të jeni si njerëzve tuaj të zemrës. Megjithëse sot bëhet si një ditë tërësi, është edhe e martë, është pak me së drejtën, është pak tërës apo jo Fationa. Çdo martat janë një çik tërës, megjithëse ti mund ta ndryshosh, duke zbukuruar ditën tonë edhe dikujt tjetër, me mesazhe mund t'i bësh me Telekom Albania, me paketa etj. Kur bie shi një, nuk e di ç'i bësh asgjë, as të shkosh as kund, dhe as të flasësh apo të rish me askënd, definitivisht. Në shtëpi në dhomën tuaj ngrohtë dhe mirë, nëse nuk do lexoni, shikoni Fan Day me 4G në Telekom Albania ose flisni me njerëz që u doni me paketet e shumta, ja kujt erdhi një mesazh në WhatsApp tani, ty lalata erdhi mesazhi. Me 4G në Telekomi, telefoni nuk pushon kur, vetëm për atë baterinë nuk kam çfarë zgjidhje, akoma se kemi menduar një zgjidhje. Sot në Fan Day do të kemi shumë gjëra të bukura. A u bë parangalimin seksual i strishave çuna apo unë vazhdoj të mos jem mirë. Kjo duket, besoj. Ne mund të jemi non-stop bashkë në gjitha rrjetet tona sociale si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Mjafton që në Google të shkruani Intv Albania dhe të jeni in for life në të tjera. Një video që po bën nami dhe është shumë virale do të vi sot në Fan Day. Rihanna dhe Drake do të jenë përballë njëri tjetrit sot në Fan Day të tjera. Kemi The Wanted, një personazh që po e kërkojmë. Në fakt nuk është Wanted, është Rise and Fall. Shkëlqimi dhe rënja e një personazhi shumë të njohur në mbarë Europën dhe më gjerë do të vi sot në Fan Day për të parë ku ka shkëlqyer dhe ku ka rënë gjatë jetës së tij. Sigurisht në Facebook kemi një pyetje që do ta lexojmë ne pak më vonë. Do të merrem me këngën më të re të Lost Frequencies që mua më kishte munguar shumë me pres, ta shoh nuk e di të gjykoj a është akoma në pritshmëritë e mia apo jo. Kënga që do të vi tani nuk ishte pjesë e Like Ship Top 10 gjatë kësaj jave, por mbetet një ndër këngët e mia të preferuara. Por herë të dytë janë bashkë, është Vik Papa dhe Tuna me Zemra Jem. Ju lutem votojeni pak në intv.al/top 10 që të bëjmë pjesë e Like Ship Top 10, se mua më pëlqen shumë kjo Ti je zemra jem. Për gjithë ju që jeni zemrat e mia, vjen tani. Sot është data 11 tetor, edhe ne bëm një gabim për shkakun që dje nuk e cituam që është data 10, se 10 është numri im i preferuar etj. Duhet të kishim bërë kështu gjëra. Ama çdo ditë është pavarësisht se tani që është shi dhe me këtë muzikën në sfond nuk është se po na ingranon te masi të ditët me shi, po kështu deri gjithë javën. Vetëm fundjavë kam iden do rregullohet koha, paktën kështu kam dëgjuar në përlaqe dhe nga thashë themë të vërdall. Kështu që keni për të bërë, rini në shtëpi. Zgjidhje tjetër nuk ka, ne sillim dhe filma, sot për shembull në darkë keni film me tematika romantike, kështu që duhet rini në shtëpi patjetër se bie dhe shi, film romantik, sa dashuri keni për të dhuruar. Sigurisht dhurojmë dashuri për këto njerëz që sot festojnë edhe pa diskutim për dikon në një cep të botës, kjo është dita e preferuar se feston diçka. Sigurisht ndodh në Hollywood, ndër të tjera ku festojnë. Ne dje kemi pas fest, sepse hëngrëm byrek, domethënë, dhe ishte festa e muajit për mua. Mund mos i ta zgjidhim ditëlindjes byrekun, do ta zgjidhja më shumë se tortën. Ç'është e vërtetë, kjo është e vërtetë e hidhur e jetës time. Për të kaluar tek personazhet e njohur të Hollywoodit që sot festojnë ditëlindjen,
duke nisur kështu nga Matt Bomer që cilësohet aktor ky në profesion parsor, por profesioni dytor është një ndër meshkujt më seksi të Hollywoodit, se gjithkusht do të citohet për diçka, domethënë për forma bomastike trupore për të qenë rrit seksi. Këtë e dim tani më, madje edhe gjyshja rrezik po hapi gjyshja në profil Facebook, ta shkruaj dikund Leporushja në klapa. Jam e bindur për këtë të fundit. Ne shohim foton e djaloshit më seksi të Hollywoodit, i cili aktor, i cili sot feston 39 vjetorin ditën e sotme. Mua besqiesh është kjo që e të dukurit sensual, për të kaluar pastaj tek një personazh tjetër. Ne shpeshherë në Fandej në fakt kemi folur për Zoe Deschanel, sepse kemi krahasuar aktore kjo në profesion, e kemi krahasuar shumë me Katy Perry. Jo në gjajmë, po unë gjithmonë kam menduar që thoja, kur e shika në ndonjë film, thoja, pas ka bërë film Katy Perry. Aktorisht Katy Perry shumë e zënë duke dalë nuda në rrugë, nuk mund të bëj film, ama nëse flasim për Zoe Deschanel, ajo ka një motor, që është kjo që ne shohim në foto, motor e cila gjithashtu është në profesion aktore, Emily është emri i saj, dhe Emily feston 40 vjetorin në ditën e sotme. Këto ishin dy personazhe që sot do të hanë torë dhe mirë bëjnë na thënë edhe këtej vërdallës, domos mua që dje më lat fator të stafi dashur. Po kjo është çështje që do ta diskutojmë sa mbaroj emisionin, mos mendoni që shpëtuat paj se me vinin e kanë nuk më dha tort. Dhe do të kalojmë tek një personazh që sa shumë jam vështirë, pas ka me gjestiqes. Tek një personazh që na ka munguar ne këtu, ju ka munguar chartet muzikore, billboardet dhe kudo tjetër, si në duke me videoklipa apo edhe në për emisione. Po flasim shumë për Nelly Furtado që dikur bëte nami që tani është në gjumë, po ne e rikthejmë në Fandej. Ka një problem shumë madh. Po shumë madha ma, se mund tani, se unë i them gjithë gjërat ashtu siç janë, kam shumë inat kornizat, kur ju vishem fjalive. Tani, unë në çdo vend ku shkoj dhe rri, që janë të rrallë të vëllë kur, i paradisur rri sepse ka dashuri. Domethënë, nëse ka një gjë që mua mi fillon të horizonte, nëse ka një segment ku ti mund ma fitosh lojën dhe betejën, është kjo pjesa e të dhuruar i dashuri. Fationi ka lënë dashurinë rrugës. Arlisi të skedinat, në ardhje shpajsor gjithmonë dhe këtu nuk ka dashuri. Dhe përsa kohë ti e ke lënë ande nga telefoni dashuri nga Facebooku, se të shbërë mendja bot virtuale, Fation, se as parakalime nuk më bën, as kompliment, as foto. Keni parë Instagramin sa i varfër është të kohës ka foto, pse se Fation nuk më bën foto. Edhe dua të dalte kjo pjesë që këtu nuk durohet dashuri, kështu që ose mobilizoni, po them tani dhe nuk ma them më, ose këtë fytyrën time të shumtuar nuk e shikoni më vërdall. Kaq kisha për t'ju thënë. Tani pjesa tjetër që dua të them me të gjithë ju, ngrita edhe në këmbë se kemi të pantallona sot dhe mund bëjmë edhe kështu ushtrimesh, domethënë. Megjithëse jemi, parakalim kështu s'kisha bërë ndonjëherë. Bën ti dot këmbë kështu të bëj ju. Ama nëse edhe ju keni një video, unë do ja nxit paketën Sigit aktualisht me atë emailin e famshëm. Nëse edhe ju keni një video të kësaj natyre, fani apo maçoku juaj që bën diçka nëpër shtëpi, apo qenushi, apo ju vetë që kërceni, apo një cover song që keni, çfarë do lloj gjëje që duket fani, doni ta ndani me Fandej, mund na nisni në emailin ton fandej@tv.al, shumë e thjeshtë. Ne e sjellim, e përpunojmë dhe e luajmë të nesërmen në Fandej, ose edhe vetë ju nëse keni diçka interesante për t'treguar, mund vini dhe të bëni pjesë e jona. Një ndër këngët më të bukura dhe pozitive që ka Selena Gomez që unë shkoj me këtë parimin është kjo, Kill Them With Kindness. Ne shohim tani. Se sot jemi edhe me pantallona edhe jemi shumë rehat, mund bëjmë kështu Fatma dhe Tarzani në xhunglën e tij. Vdes të bëj kështu si Tarzan, që gjitem saktë andej. Tani kemi patur festë ditën e djeshme, po sa bukur e pasa ditëlindjen Bela Hadit më çuna, e paska tamam në datë 10, domethënë, si nuk më bëri mami im në 10 tetor. Nuk nxitonte dos pak, domethënë, e shtyu deri 28 fund tetorit, ku s'kemi as lekë që të festojmë, domethënë është fund muaj, imagjino. Sa keq më ka qelluar ditëlindja tim, mos u qaj se e kemë 13, kështu që ti je pak më mirë, më në mes. Tani, ka festuar Bela Hadi ditëlindjen edhe kemi festuar dhe ne vallai bashkë me to duke parë si ishte veshur, ku kishte festuar, çka kishte bërë etj etj. Unë di mezi prisni ta shikoni lajm cilin e keni edhe në intv.al ose të ndryshe homepage-i Intv Albania ku keni me foto dhe me detaje si ka festuar Bela Hadis, ku afër ka pat njerëz të saj më të afërt sigurisht, ato që më shumë ti ka xhan dhe i don. Kemi ide një foto që e tregon Belën teksa feston ditëlindjen dhe si ishte veshur dhe outfiti delikat që kishte patën ditëlindjen e saj. Edhe Gigi Hadid kishte zgjedhur që të mbulonte pjesët intime normalisht, kaq mund ta bënin domethënë. Ishin shoqëruar edhe nga mami, gocat, kështu që ishin pak më të rezervuar dhe më mirë etj etj. Është një festë ku sigurisht ka qenë dhe i dashuri The Weeknd, ka qenë një festë ku kam lidhur njerëz të tyre më të rëndësishëm, një festë e cila të gjithë vdisin merrnin nga një foto për të bërë live nëpër portale, kështu që Bela u bë 20 vjeç tani, sigurisht jeta e thërret, kështu që mirë se erdhe në grup dhe ti Bela, atë e ka thyrë jetën çik më herët, po kjo është çështje tjetër. Dhuratat që ne kemi për Bela Hadit, meqense nuk na ftoi, është kënga më e fundit, që është nga këtë këngë që të sëmur, po të sëmur dhe ti bëhesh e varur dhe addicted pas The Weeknd, domethënë. Unë një gjë nuk kuptoj.
te makina, është qina po mace, ajo që kafsha që ka në vendin e parë. Se kur futem duke si mace, se më duket shumë e madhe për qenë thjesht një maçok në makinën e The Weeknd. Detaj që mund ta shikoni dhe ju tani dhe ta zgjidhim bashk pak më vonë. Starboy. Ne si ku bëm një marrëveshje që do kishim këngë tralala. Jo kështu këngësh romantike, do na zëri gjumi të gjithë dhe hajde merru vesh pastaj e pjesën që na shohin. Ne jemi në Facebook tani në TVL Benja, ku do të pyesim, po do të lexojmë përgjigjet e pyetjes, çfarë prisni dhe kush janë planet e muajit tetor. Keni kohë gjithë pjesën e dytë ju çuna të mobilizoni çik të mendoni, kush janë planet që keni ndërmend të bëni përgjatë këtij tetori dhe na i thoni pak më vonë që mbasi ju ndihmojmë nëse mundemi sigurisht. Në Facebook në TVL Benja mund të komentoni gjithmonë kur të doni, sa të doni, në çdo minutë të ditës apo të natës, rëndësishmë është koment pozitiv dhe mos shani. Kjo është shumë e rëndësishme, se po shet, domethënë kemi një çun që i heq aty edhe kemi hapur adresa false që gjithë komentojnë Fatmën për mirë, thonë sa e bukur, sa e gjatë, sa e këndshme. Fationi për shembull merret me këto, po prendesh me telefon gjithë kohës në Fandej. Mos e diskutoni këtë të fundit. Komentet që ju keni bërë në Facebook në TVL Benja do t'i lexojmë tani. Çfarë prisni nga muaji tetor me dëshirë dhe me dashuri të madhe. Për të nisur kështu nga personazhi i parë, nga follower i parë, që është Angela. Angela tani thot presim datën 20. Të presë datën 20 për të filluar shkolla, Angela je specialisht dukem. Thot presë datën 20 të filloj shkolla për herë të parë në vit të parë, shumë suksese për Angelën. Edhe transferim shtëpie, thot. Anduene thot planet e mia janë shkollë, shtëpi dhe anasjelltas. Dhe më mungon dashuria e jetës time, i vetmi që kur zgjohem në mëngjes me marrmalli akoma pa hapur sy, dhe ajo është gjumi. Oh, kaq shumë e bërta me zot që ka dashuruar, kiç fare Anduena, po pas ka për gjumin. Kjo është dashur joni përbashkët zemra. Romina thot hey Fatmush, plani im për muajin tetor është vetëm shkolla. Eni Dona thot planet e mia për muajin tetor janë dhe për muajin të vazhdim janë të shoh Fandej edhe prezantuesin e bukur që është si bet. Unë jam kjo. E morë vesh ti Fation që e ke lidhur gjuhën këtë kohë dhe s'bë fare komplimenta. Francesc Mane thot leku letër. Le të bashkojmë gjithë me Franceskun. Besmir Gjoni thot presim të filloj shkolla, na pret një vit i vështirë si fundi që jemi, maturant, domethënë suksese. Beje thot o zoti inshallah del shkolla e lartë se dishur bëra shtëpiake. Dhe këtë komentin e ka thënë mami i Bejes që e përshëndesim shumë. Klergi thot o byreku i O byreku i në të vës, thot planet për muajin tetor janë shkollë, shtëpi dhe kinema. Del këtë tete një super film në kinema Klergi, kështu që mos e humbësh me Ben Affleck është i papar. Ornela thot ai Fatma, planet e mia për muajin tetor që të mësoj sa më shumë në shkollë, lum si ti. Lirinda thot përshëndetje Fatma, kur shikoj Fandej të më motivon për të jetuar dhe për të kënaqur çdo moment të jetës, sa qef. E sa i përket temës, çfarë planesh tjera përveç shkollës. Po te shkolla është e bukur, është një gjë që të ndodh vetëm një fazë të jetës, nuk mund ta bësh gjithmonë. Kështu që e mirë është që për sa kohë ti bën diçka, të pëlqej, të dedikohesh në maksimum dhe e merr atë produktin. Çdo gjë që bën, ta shijosh për aq sapo e bën. Kjo është e rëndësishme. Do të kalojmë tani tek një këngë tjetër dhe komenteve tuaja për planet e tetorit do t'ju rikthehemi, brava këmbë, do t'ju rikthehemi në pjesën e fundit të Fandej. More këndoj sa këndoj gjithë verës Adriani me Frankes, Can You Be My Girl, ju përgjërua sa të shkres, au brundu njëherë vajza e ti, ajo kështë pyet. Ne të qërëm tani këngë cila është në fund para aktualisht në Like Ship Top 10. Sa e bukur ka qenë kjo kënga, ju kështë marrmalli një çik. Giulia, mund ta ngresh pak zorin se sot po i kursen shumë ato tastat ti, nuk e di pse. Tastat, çfarë quhen ato butonët e mikserit, mos nuk është e marrë vesh shumë. S'ka marrë vesh kur nga këto gjëra teknike. Më lart akoma. Edhe pak. Eri prapa jo miza, mirë se erdhe, ne kështë marrmalli. Është bërë shoqja jonë në ngushtë kjo. Tani që Lost Frequencies ka patur gjithmonë, është vetëm 22 vjetë, është shumë talentuar, dhe unë për 22 vjetë asë gjithë s'ka mërë me jetën time. Ky djalë për vetëm kryve, pra kemi një djalë që po na shkon vërdallë, thot, hej, si e? Se sot, do vetëm kur dali mami im këtu Fatma do rregullosh të krevatin tënd ti apo si e ke halli. Prisni kur dalit në studio se kush nuk po vjen. Tani, Lost Frequencies që mbajnë firmën dhe vullin e kësaj këngës në sfond që është shumë e bukur, këtë kemi thënë dhe cituar, si janë për shumë seriozë për kërcyer si për divanit. Janë rikthyer kështu, është rikthyer në tregun muzikor, vetëm 22 vjeç, është shumë i talentuar. Ndryshe, emri i tij, vetë ne e njohim artistikisht si Lost Frequencies, emri i tij vërtet është Felix Dalit. Në fakt, dhe produksioni më të fundit që ka sjell, mban titullin What Is Love. Domethënë nuk mbeti njëri pa e bërë këtë pyetjen, po si nuk dole një këngë që thot Love Is, domethënë na jep një përgjigje. Gjithë këngët me pyetje dalin. What Is Love, që nuk e kemi kuptuar akoma, po nuk është nga ato që ka nevojë të shpjegohet, më shumë kam idenë ka nevojë të tregohet dhe të ndjehet. What Is Love është produksioni i fundit i cili ka vetëm 3 ditë që është publikuar, lançuar
Dhe nëse të regojmë korrekt dhe të drejt, nuk ka patur suksesin që kanë patur singullat e tjerë. Kjo vlen të kësojt. Edhe mos i mbete teatri Los Frequency, po duhet ta themi këtë të fundit. Është një këngë e cila sigurisht vjetra e stile veçantë 22 vjeçarit në fjalë, është pothuajse ngjashëm me gjithë singullat që ka patur dhe është një këngë që ka mesazh shumë bukur ku flet për dashurinë, për pasionin. Ka më gjëra më të bukura se kaq? Hajde shohim bashkë Hot of the Day. Okej. Nuk po gjë rehat më njëherë sot nga nuk po shkoj, domethënë dhe prap nuk është se jam shumë komode. E dini ku jemi tani jemi tek Rise and Fall, që ne shpeshherë i quajmë edhe ngjitja dhe zbritja ose shkëlqimi dhe rënja ose nuk di si të doni ju mund të quani. Ajo çfarë ndodh nga hera këtu në Fandesh që ne i marrim këto personazhet edhe i sillim në një version duke bërë një farë mënyrë dhe gjithë rezumen e karrierës së tyre, e si në periudhën në kulmin më të madh që kanë patur, sukseset më të mëdha dhe ku gjithkund flitej dhe shkruaj për ta, edhe në atë spritjen interesante që mund të kenë, që çon në sfumim total apo edhe në një rikthim tjetër. Për shembull, Ligia Silja ka ndërmend të rikthehet. Ndërkohë Robin, suedese që ne do sillim tani, kam ide që nuk do ta bëjmë më këtë. Kemi edhe grafika shumë bukur për këtë Rise and Fall, që ne mund t'i shohim ndër të tjera. Një ndër suedezet më të famshme dhe të veçanta të çmendura ndërkombëtarisht është Robin, e cila ka shkëlqyer kështu në tregun muzikor në një e cila nuk ka qenë as pak e përhapur të paktën në kohën kur ka lëvruar. Robin, ose njohur ndryshe si Robin Miriam Carlson, e ka nisur karrierën e saj muzikore në 95, kur unë isha 1 vjeç dhe guxoj dhe njëri dhe flas për shkëlqimin dhe rënjen e saj, kur unë isha thjesht një kalamaj bezdisshëm atë kohë. Tani jam thjesht e bezdisshme, nuk jam më kalama. Tani Robin e nisi me albumin Robin is Here si për të bërë një njoftim të dukshëm që hey, unë kam ardhur dhe muzika që unë synoj të bëj nuk ka lidhje me këtë që bëhet vërdall. Që prej fillimit u dallua për stilin super veçantë, erdhi me shumë singulla Do You Know What It Takes, Show Me The Love, që e më të njohur në mbar botën. Kulmin e patin 2005 kundër të tjera, kjo e gjithë karrierë u shoqëruar me disa nominimet e çmime Grammy mbi të gjitha, në 2005 e gjitha. Albumet My Truth, Don't Stop The Music e të tjerë u cilësuan shumë suksesshme dhe gjithmonë ishin të përzitur. Ja, e kemi kështu Be Mine, edhe With Every Heartbeat apo Dancing on My Own që do ta sillim pak më vonë, ka qenë gjithmonë këngë që e bënin Robin të dallonte nga të tjerë, që në stilin e flokut, në fakt në mënyrën si vishte dhe si i bënte klipet, ishte shumë interesante. Çfarë ndodhi dhe ku nis rënja e saj dhe jo më shkëlqimi? Në 2015-ën erdhi me albumin Love Is Free, i cili nuk pati as pak sukses. Në 2013 u fejua, kështu dhe mori një kthes tjetër jeta e saj. Në 2016 ka publikuar një album me këngët më të njohura të saj që do të vinë në remix. Edhe kaq, domethënë kjo është ajo çfarë ne po presim, edhe kështu citojmë ne rënjen e Robin që mbase një treg ku gjithkusht synon të jetë i veçantë, ajo nuk duket më e veçantë, por për aq kohë sa ka funksionuar, ka qenë thjesht e papar. Ne sillim tani. Give your reasons. A mu ta shkundim kokës? Se është një gjë që se kemi bërë këto kohë, bërë shumë vajzat mira dhe vajza serioze. Që të veshët, për shumë, s'ka më shal jashtë tani. Se serioz janë veshur sot. Pak i kemi ngritur këto kështu sa dukemi një çik, se mu duk shumë problem, ka që mbuluar sikur si jam unë. Okej, të mendosh që Beyoncé del me badhje gjithkohë për koncerte, thua pse mos e bëj unë për shkak. Kam gjithë flokët në fytyrë dhe unë është një gjë që nuk e duroj dot. Do ta sillim tani Beyoncé. Para kësaj të njoftoj që pasi sapo të dëgjojmë Beyoncé me Sorry bashkë me Serene në klip, më vonë do të vinë këtu në Fandej disa sigurisht miq të Fan Lover, janë 3 të rinj gjimnazistë të Tiranës, të cilët kanë bërë një film kështu me idetë e tyre, me punën e tyre dhe pas një ndim tjetër që vjen kështu nga një kontingjent i jashtëm. Kanë shkruar në emailin ton fandej@totopical, por më tepër ne do të flasim pak më vonë. Tani është Beyoncé. Se ju kemi prirë dhe me një këngë që unë e kam qef mbi gjitha. Kështu që mirë se erdhët në Fandej. Si gjetëm. Tani Marleni po bën foto që ande përshëndetje dhe na bashkohet pak më vonë. Për të folur këtu për Fan Lover, sikundër e kam shpjeguar dhe në hyrje të Fandej sot. Kemi nga ato personazhe që unë i kam gjithmonë më për zemër se të tjerë, do thoni ju pse. Janë të njerëz që nga asgjë nisin dhe bëjnë diçka me dëshirë dhe me pasion të madh. Janë, a mund t'i quaj adoleshente? Po. Se unë kam pas problem, se më duket se vetë shumë e rritur. Jo, më duket fakti se është adoleshente, sepse është diçka që tamam jemi brenda target grupit ton, janë edhe Fan Loverve sa kuptova në Grim dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe janë bërë shumë të bukura. E nisim nga Livia dhe Evi. Mirë se erdhët në Fandej. Mirë se gjetëm. Si u kam? Shumë mirë. Tani sot në shkollë më duket se keni bërë të mungesa. Bëm pak.
Imagjino kur ju keni xhiruar, rregulluar, montuar filmin, sa mund keni bërë skip orëve të mësimit? Jo, fatmirësisht e kishim shkollën mbas dite, dhe sa mbarojmë shkollën. Por gjithashtu morëm edhe në muajin qershor, fundi qershor fillim korriku që kishte mbaruar shkolla, kishte rënë fluksi. I kishit gjërat më të thjeshta. thjeshta. Që ta shpjegojmë tani dhe për gjyshën time që po na shef, se jam shumë e sigurt dhe është shumë e lumtur që ju jemi veshur gjithë pantallona gjata dhe kemi mbuluar shalët. Jemi kapustar. E ka këto getat dhe ka kamufluar Evi, bravo. Është si Livia dhe Evi edhe Marley që do na bashkohet pak më vonë, kanë punuar kështu dhe kanë krijuar një film ku në fokus ka gjithë problemikat e adoleshentëve dhe situatën komplekse të tyre. Filmin e kanë bërë pas një donator, pas një sponsor, pas një suport tjetër mediatik apo të kësaj kategorie, e kanë bërë të gjithin vetë. Kështu që ne do ta sillim pak më vonë me mbulim nëse Sigi na ndihmon dhe na don edhe sot, po pak më vonë kjo, e ndërkohë nisim nga Aja. Kujt ishte ideja? Pse menduat këtë, ku 80% adoleshentëve dhe në kohën time mendonim diçka tjetër, të tipit dilnim, pinim kafe dhe jo të bënim një film. Atëherë, sepse e para unë jam tip që më vërtet më pëlqen të dalë dhe të pi një kafe me shoqërinë, bëjmë galla, të rrim 2-3-4 orë, por do të bënim diçka ndryshe. Neve, si të quajmë kalamajt e lagjës, si të quaj unë, pasi jemi të gjithë në tjetër lagjët dhe shumë vegjël, po, shumë vegjël jemi marrë me projekte artistike, bënim koncerte edhe shkonim deri aty, sa i bënim dhe bileta dhe merrnim prindërve të gjithë lagjës me 500 lekë. Sa që bëni shumë mislagja? Po kemi bërë mislagja, kemi bërë koncert yjet e rockut, kemi bërë, madje kemi bërë dhe teatr, kemi bërë njëherë Hirushën dhe Bëbardhën, nëse më mendon. Po, kemi bërë të gjitha nga pak edhe, po asnjëherë nuk kishim arritur një projekt madhor që ta çonim ta fillonim dhe ta çonim deri në fund. Gjithmonë kemi nisur një projekt edhe përpara këtij ka qenë një film, atë donim ta bënim me metrazh të gjatë. Ishte një film komedi, filluam të realizojmë shumë bukur, ishte një grup personazhesh të humbur në xhungël. Po nuk të xhunglë. Po neve kemi shtëpi private dhe mbrapa shtëpive tona është xhungël. Byrek bëni ju? Bëjmë. Të do ftesë. Shtëpi private, byrek është ëndër. Edhe zgar. Tani, për të fokusuar pak tek filmi, a ndodhi kjo në kuadrin, Evi është edhe aktoria protagoniste e filmit në fjalë, ka asistuar, ke krijuar dhe ke qenë regjizore. Tani, a ndodhi kjo në kuadrin në një projekti shkolle apo ishte diçka që Ishte totalisht ideja ime. Unë gjithmonë më ka pëlqyer të merrem me artin edhe me teatrin dhe kinematografinë sidomos. Kam pasur rastin të punoj edhe në teatr, po provizor në një shoqat. Po filmi është komplet diçka tjetër dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Doja të bëja diçka ndryshe që nuk e kishte sjell asnjëri më përpara, edhe më mungonte aktorea kryesore. Aktorea kryesore ishte sepse ishte shoqja jote apo? Jo, aktorea kryesore kishte disa kritere, sepse unë kam dëshirë të tjera shumë ngushta, por duhen dikush që ta kisha gjatë gjithë kohës, sepse oraret e filmimit ishin vërtet duhet lihet çdo lloj preokupimi që të vije me mua. Fillonim në orën 2 të drekës dhe mbaronim në 10 të darkës, kishte raste edhe 11. Që më duhej një njerëz që kisha afër dhe kisha mundësinë ta merrja dhe ta. Po mirë, që e keni bërë për qetë sepse keni dashur, këtë e kuptojmë. A do të thotë kjo që ju do asistonin të ardhmen duke qenë se jeni një fazë ku këtu vendosni çfarë do të bëni? Me kinematografinë, me filmin apo nuk ka lidhje? Ka shumë lidhje. Një ndër arsyet që kam dashur, domethënë edhe ta filloj këtë film ka qenë përveç fare të tematikave të adoleshencës që shumë pak regjizorë kanë prekur në Shqipëri, flas vetëm për Shqipëri, ose them që nuk e kanë prekur fare. Kam dashur ashtu të ngrej artin shqiptar në një nivel pak më tjetër, sepse filmat dhe kinematografia po zhduken, sepse teatri sado dhe tek teatri kombëtar kukullave po vazhdojnë. Janë në gjendje kritike, por ama po vazhdojnë. A shkoni ju në teatr? Po. Unë shkoj pothuajse një javë po, një javë jo. Evi, a don ti të bëhesh aktore apo e bëre këtë thjesht për përcjell mesazhin? Jo, unë që e vogël kam pas marrë pjesë në për teatrin që bënin shkolla, domethënë që organizonte shkolla dhe për kam pas domethënë qef që ta aktroja. Dhe pse jo, thash, një eksperiencë ndryshe dhe e bukur. Tani, që e keni bërë të gjithën nga Aja te zhëja, keni nisur kështu vetë, nuk ka qenë unë mendova se ka qenë projekt shkolle së pari, kështu mendimi im i parë që më erdhi. Keni dashur të jepni një mesazh? Disa mesazhe. Po në thelb e adoleshenca, kjo i përmbledh gjitha. Që ju jeni adoleshentë të mbarë dhe të mira këtë e kuptuam, edhe nga filmi që keni bërë. Tani që jeni në fund dhe ky ka mbaruar si projekt, prit para të kjo duat të konsumoj diçka tjetër, se më kujtua tani. E kemi folur dhe gjatë kohës që ne po flisim dhe kur ju keni shkuar në fan dhe edhin të Tropikal që nuk keni patur suport. Keni kërkuar dhe nuk keni marrë? Jo. Unë e kam ditur shumë fillim që edhe nëse do të kërkoja një lloj suporti, ai suport do të ishte një kosto shumë të lartë edhe do të ishte shumë e vështirë që unë ta merrja atë lloj suporti, sepse kur thua jam gjithë dhe kam këtë projekt, gjithë fillojnë qeshin, tallen, të lënë domethënë sin kur
Edhe asnjë nuk do ta suportonte. Madje prindrit e mi kur e kanë marrë vesh, ata e kanë ditur gjithmonë që unë kam qenë fiksuar me këto gjëra. Kur e kanë marrë vesh, kanë thënë okay, kanë vënë në dispozicion shtëpinë, mama një ka shumë bashkëpunuese, e falenderoj shumë. Kurse babi sado ka qenë atë mendimin që është një lojë fëmijësh edhe do kaloj me kohën, po është diçka që ne duam shumë, edhe arti është pjesë e jetës tonë, nuk mund ta ndajmë kurrë. Se nuk besonte njëri që do të ishte një film sepse ju me kamerë amator, me kamerë smartphone, do bëni diçka. Po këto i tregojmë kur të na vi dhe Marlen në bashkojmë që Marleni ka është bëjmë pjesën e profili editimit. Si kanë reaguar bashkëmoshatarët? Se ju në fundit s'po prek një problemi të tyre. Me vërtet, si e keni bërë. Pastaj në Instagram kanë ardhur shumë mesazhe, urime, shumë bukur filmi, sidomos kur doli traileri, sepse në fillim ka dalë traileri, pastaj mbas një muaji doli javësh doli dhe filmi. Dhe më kanë ardhur mesazhe, urime, shumë bukur, mezi po presim ta shohim kur do dali, ku do dali. Kurse unë kam pasur nga ata që kur e kam thënë fillim, sepse seriozisht janë dashur shumë aktorë. Sepse kam pasur skenën pafund që i kam hequr nga filmi. Do ishte një gjë shumë e bukur, po të kisha qoftë edhe një kamerë. Kam pasur nga ata që kanë qeshur fillim edhe kur e kam qenë, kam thënë wow, po pse s'u the, po duhet edhe unë. Po thon pasi e mbaron atë projektin vinë edhe këto që shumë bukur, urime. Madje unë në një kurs ku kam qenë një vajzë që e kishte parë, i kishte thënë zyshit, domethënë kemi pasur një thënë zysh, edhe ajo kishte thënë që ajo u përlot aty dhe kishte thënë unë e gjej veten totalisht te këto fjalë, sepse po ta analizosh skenarin është vërtet shumë është shumë i thellë brenda, ka shumë ironi. Edhe po në të vërtet nuk jam unë, nuk është ajo, është pak nga të gjithë ne. Më kuptoj. Është tamam për target grupin më aktual të momentit. Meqenëse do të shkëputesh Evi, ke ndonjë gjë të fundit për të thënë para se të zëvendësohesh me Marlenin? Jo, jam shumë e lumtur që u bëra pjesë e këtij projekti dhe kemi akoma shumë projekte të tjera me Livian për të ardhmen. Shpresoj të na dalim më mirë. Jam e sigurt që po. Ne do shkëputemi për pak për të rifolur për filmin. Ndryshuan personazh, nuk është se ndryshoi Evi, domethënë se mos keni menduar që ndroi Luka kaq shpejt. Përkundër, si është shtuar tani më, unë kam idenë ti je djali 13 vjeçar më i talentuar që kam njohur. Mirë se erdhe Marlen mes nesh. Pse nuk bëre foto me mua? Do ta bëj. Po me shaka tani u fiksuam në Marlenin, domethënë me një batushë brenda grupit. Shkurt dhe shqip ju të dy jeni alfa e filmit që keni krijuar. Tani ka diçka mes jush, po mendoj jeni lidhje gjinore, farefisnore? Jo, ne jemi shok që prej fëmijërisë, do të thotë që kemi qenë bebe. Po një të lagja, po? Një të lagja dhe kemi 2-3 shtime larg. Kemi qenë që të vegjël bashkë edhe vazhdojmë bëjmë miqësinë njësoj. Marleni është vetëm 13 vjeç, edhe ka qenë një ndër regjisorët e filmit, edhe ka bërë kolonë zanore. Po. Çfarë s'ke bërë tjetër vëlla? Ka bërë një 2-3 këngë të tjera, ka xhiruar, është marrë me kamerat komplet. Po mirë, përveç se si ju erdhi ideja e kuptova. Në fokus ka adoleshentët që janë mbas një target group që Marleni akoma nuk e ka kapur si gjë. Po, ideja ishte imja, edhe skenari. Edhe ja edhe Marleni, pastaj. Marleni nga shpjegova në një mënyrë, domethënë se si do i bënte xhirimin, si edhe ai pastaj kryon muzikën, kamera. Ti luan piano? Po, luaj piano dhe shumicën e muzikës së filmit e kam bërë. Domethënë duke parë skenat, jam përpikur të futem brenda tyre dhe të krijoj një muzikë. T'ka pëlqyer çdo skenë e filmit apo kishe dikund ku mbase mendimet tuaja përplaseshin? Marlen? Për të mund të kam hequr. Do ma tregoj Marleni ku keni përplasur bind shumë fare? Sidomos për skenën e fundit fare, më dramatike. Nuk kam dashur kur që t'jetë ashtu, pavarësisht se po. Domethënë dritat nuk ishin fare mirë. Nuk ishte edhe ambienti ku xhironin. S'ishte në gjendjen më të mirë të mundshme. Po prap jam përpjekur të nxjerr bukur. Tani tipo më thon banjo. Cila ishte banjo që ta di? Banjo ishte shtëpia e imja. Me çfarë keni xhiruar? Me Me telefon. smartphone. Po, me një smartphone, aktores Bjonte që është në film. Ajo me Po. Ishte kamera më e mirë që më siguronin në atë periudhë kohore. Dhe po ta shohësh filmin duket sikur xhiroja me shumë kamera. Ndërkohë që ka qenë vetëm një smartphone dhe unë që lëvizja për të kapur skenat. Ti ke qenë ai që shtrihesh në tokë për shembull që duket. Duke bërë pauza, duke hyrë mbi komodinën tim. Po një ndër gjërat më të vështira është pjesa e montimit, domethënë, qoftë në klip, qoftë në një video fani që ti bën për Instagramin tonë për ndjekësit, më e vështirë është ajo të gjesh planet e gjithësh për njëra tjetrën. Sa kohë ju ka marrë kjo, sa ju ka lodhur kjo, edhe ajo ka bërë që mbas të mendoj që kjo ishte nuk do ta bëjmë më.
Flas më Tani 2 muaj. Po, 2 muaj po. Normal që ka qenë shumë e lotshme, ndonjëherë edhe në atëherë që nervoz. Më vërtet? Po. Më kam thënë shumë herë Lilias që nuk do ta bëjmë më, po prap e kemi bërë, çuam në fund. Po prindrit si kanë reaguar kundrejt kësaj? Atëherë, prindit e mi, si që thashë në fillim, mami ka qenë shumë optimiste që në fillim, sepse ajo dinte se si isha unë dhe dishe kur unë më të kohë që do ta bëj një gjë, unë na bëj deri në fund. Qoftë mirë dhe e keqe kjo. Te të këqijat edhe mund të manovroj, nëse e kuptoj vërtet ç'është e keqe, por nëse më thotë rrugë një ç'është e mirë, nëse deri në fund. Mos e pasti Livia në shtëpi. Tani si kina ndihmon pak me disa plane të filmit, ndërkohë edhe të shkurtra kështu pas edhe të teaserit. Dhe ajo që mua më ka bërë përshtypje kur po shikoja filmin ishte fakti që të kishte edhe description, titra anglisht. Po me titrat jam marrë unë, kam punuar shumë shpesh me titra, edhe në të projekte të shkollës, edhe për video të fan që kam bërë, edhe vënia titrave të filmit strategjia më e lehtë që mund bëja për montime. Po pse i bëhet anglisht? Po sepse për duke menduar që filmi është online, është në YouTube, nuk hapet vetëm në Shqipëri, hapet në shumë shtete të botës. Aktualisht është hapur në Gjermani, në Zvicër, në Itali, madje edhe në Amerikë. Dhe përderisa hapen në shumë shtete, pse mos Ketë një gjuhë internacionale. Po, pse mos përcjell një mesazh kudo në botë, jo vetëm në Shqipëri. Unë jam me Marlenin tek ajo pjesa që e tregon adoleshencë, sigurisht që ka probleme, po pak dramatike. Apo jo? A nuk mendoni që mbase projekti i radhës po ta kishit kapur një gjë më pozitive, po një do të merrej mesazhi? Mënyra dramatike e filmit të fut më brenda në dramën që po jetohet. Unë zakonisht jam mësuar më tepër me dramat, edhe kam shkruar edhe disa libra dhe jam më tepër te drama. Komedia është një stil që nuk e kam eksperimentuar akoma, edhe pikërisht komedia është projekti ynë i radhës që do punojmë në verë. Shpresojmë që nëpërmjet komedisë, sarkazmave, ironisë, të tekstuar të arrijmë të japim po të njëjtin mesazh për në një nivel ndryshe. Domethënë ti do t'i çash tastat e pianos te komedia. Po. Nuk do kesh më gjëra të kësaj natyre, jam shumë i sigurt. Keni bashkëpunuar, domethënë ne pas ki folur që do keni një komedi. Po. Do jesh prap apo u lodhë jemi nerva tani nuk? Besoj se do jem prap. Po veç komedisë kemi edhe një tjetër për në dhjetor, një film të shkurtër. Një tjetër film të shkurtër. Kush është tematika? Do ma tregoni pak apo është sekret? Është sekret. Është sekret se kemi akoma të artikuluar mirë, se është një projekt të radio, ide 100% e ime, është 50% e Marlenit ideja. Unë do merrem, domethënë do më jepet skenari dhe këtë radhë unë do bëj pjesën e kamerave. Po skenarin e filmit më hershëm. Ju e keni bërë? Po, unë merrem me skenarin edhe me idenë jam marrë gjithmonë. Ndonjë aktor që se kishe qef? Jo. To si themi. Edhe Më këtë mirë mos sekret. i themi. Ti Marlen më shumë sekrete. Kjo është gjemi, ti arfe vetëm pianos dhe tastave, më kam ide që po. Mirë, ndonjë gjë të fundit për të thënë Secili nga ju? Shpresoj që të pëlqejë sa më shumë filmi edhe të na ndiqni projektet e radhës. Dhe klikoni në YouTube më Sa do ta thoja, ndërkohë e keni në YouTube, një pikë çuditësi dhe një pikë pyetje, apo është pikë pyetja para se vaj më të mirë, do të bëj një drama. Mbaj më në kanal Marleni në YouTube. Full movie në klapa, domethënë e keni me detaje të qarta, po edhe në rrjetet tuaja sociale e bëni shpesh të fundit. Shumë faleminderit që ishit me mua, edhe sa më shumë dëshirë për të bërë gjëra kështu të bukura. Jeni shumë talentuar. Faleminderit. Try and keep it platonic. Wanna kiss you. Hey baby. Mirë bëjmë mos ja tregojmë Drake dhe Rihanës të këngën, se nuk e kam punë të mirë edhe një herë tjetër. Më vjen mirë që u ingranuat ju zotëri dhe po kërceni. Më pëlqen shumë. Po kërcen fatjoni, do të duket se do pajtohemi. Nuk duam edhe një javë tjetër kështu të them drejtë, se siç e thartë më lart, gjërat mund të përkeqësohen. Kur u nda dhe Drake me Rihanë, vetëm ndarje tani që u kujtova. Angelina Jolie me Brad Pitt u ndan. Kush u nda një tjetër që e diskutuam dje më që e harrova, unë që tash prap ndarje. U nda dhe Drake me Rihanë, domethënë nuk janë mirë punët. Edhe bekimi me Elitër, se dje e njofta. Domethënë vetëm ndarja ka këtë kokë që uroj që ti kitetori sa më shpejt, se nuk është se ka ardhur me këmbë të mbarë. Kjo është më se sigur. Nuk e di a keni parë horoskopin, çfarë thotë horoskopi tani. Është përfolur kështu. Është vërtet asnjëherë nuk kemi patur ndonjë kështu fjalim të tipit Donald Trump dhe Hillary Clinton teksa ishin përballë me Drake dhe Rihanna që thonin po dhe më të dua, po edhe unë të dua. Kështu që ne jemi bashkë prej kaq kohës.
Gjithmonë kishim kështu të rriqe, mos e kput historitë e tyre, tipike e gjithë vipave, se gjithë ato që janë bashkë nuk e tregojnë. Historia zbrohet vetëm atëherë kur ndahen. Kjo është shumë e sigurt. Sipas një portali një ndër më prestigjiozët ku në fokus ka lajmet e Hollywoodit, kanë cilësuar dhe treguar tani më që Drake dhe Rihanna janë ndarë. Dashuria vajti filloi kështu si ashtu në për të, shkoj preku kulmin në momentin ku ata bën një tatuazh me Çimeçi dhe përfundoi si pa kuptuar pas gjithë kësaj periudhe duket sikur i kanë dhënë fund lidhjes së tyre referuar këtij saj, thotë që pasi që një lidhje problematike. Mos nuk është aq problematike. Gjithë Shqipëria mendon që Rihanna don akoma Chris Brown, domethënë. Hajde ti bindim tani. Mbeten kështu vetëm miq, madje Drake ka nisur një lidhje tjetër, të paktën kështu citon ky portal. Gjithashtu është përfolur për një teori se ato kanë patur një open relationship, kështu gjatë gjithë kohës. A janë mirë këto njerëz, se po dua të di, a janë mirë, domethënë ti më bësh open relationship në mes të dashuria. Prandaj ne se kuptojmë ku ka dashuri dhe ku s'ka, se po bëjnë kompromise dhe kanë spehur dhe kuptimin e kësaj të fundit. Tani u acarova. Domethënë nuk po marrin vesh kush do dhe kush nuk do. Që punojnë mirë bashkë, këtë e kemi kuptuar. Që i këndojnë punës mirë bashkë dhe këtë e kemi kuptuar. I sillim pra bashkë. Tani nga fundi na e vendos Giulia këto këngët e bukura. Shëndet o zot turist inshallah. Wow. Kjo ishte jo të shtim, uragan ishte. Tani, jemi te programacioni i këngëve që vjen për të gjithë fan lover në pjesën e mbetur të ditës dhe kjo kufja mua më ka armikët vetuar ditën e sotme, kështu po e heq fare. Maksimum do më shani do më mbërtisni mbasi mbaroj emisionin, s'ka problemi, pranojmë të gjitha. Jemi tek ajo e dymeja që ne bëjmë për gjërat e bukura që vinë në pjesën e mbetur të ditës tonë në TV Albania. Gjithmonë involvuar në përfshin muzikën, se muzikë gjërat janë më këndshme më mirë gjithmonë, hajde zgjidhen më lezetshëm. Fillon Greenhouse apo të mbaroj fande, kështu që mos të humbisni për asnjë arsye në botë, një serial shumë i këndshëm ky. Për të kaluar pastaj në orën 8 të darkës, pas të Nikosa bëhen që të vërdallisë një çik në për Tiranë, dhe në 8 të darkës duhet vini në shtëpi. Edhe duhet rini me Kelvin dhe me Sarën që vinë me Gossip TV tani më, një program i ri i nisur këtu dhe shumë i këndshëm dhe që bëhet me shumë dashuri për të gjithë ju. Në orën 8 të darkës vjen. Sot është Cine Love, ju thashë që nuk duhet të lëvizni nga shtëpia, se shi partneri aty, ku dëgjoj filmi romantik, popcornat e tjerë, e bëjnë të martën ideale. Nuk e kam për mua që jam në sponsumoj një çaj më zgjidh punë, po mendoj ju që e keni të dashurin afër mbi gjithë atë. Nëse e ke larg, po se kjo është çështje tjetër. Po dhe për këtë e kam zgjidhën hape FaceTime-in. Diku në shtëpi vesh të karikim telefonin dhe fap e lë aty. Edhe shikoni bashk film. Nuk e di nëse e keni provuar, por është një ndër gjërat më bukura që kur jeni marrë në distancë, të shohësh film ti këtu dhe ai atje. Me 4G e Telekomit e bëni këtë. Ose mund t'ia tregosh filmin kështu se do, mbasi do ta dëgjoj me zërin ton tani ai është i dashuruar me ty. Gjithë paketat e shumta Telekom bëjnë që të komunikosh me njerëzit që ti do, sepse ky është rrjeti që na bashkon në Europë, kështu që mund të komunikoni me këtë doni përsa ku keni Telekom bëjnë në telefonin tuaj. Më vonë nga mesi natës vjen para të shkojmë tek mesi natës, unë gatruam, vinë të rejat me Rudin dhe Mateon, mos ju humbisin. Romantik nuk janë ato, pasi keni marrë gjithë dozën e romanticitetit, domethënë tek filmi Cine Love, u aprish gjithë ekuilibri Rudi dhe Mateo. Me gjërat e bukura që sillen gjithmonë, unë i dua shumë ato 2 sekondë dhe ju tani më i doni. Do presësh edhe pak fare ti çuni sa them edhe zoom in që është Arian Çani, domethënë, se dikush do kaloj kështu. Zoom in vjen Arian Çani një Eurofilm sikur më parë për para në fakt vendos trofeet, për këtë duhet prisni orën 12 natës se nuk rrethet Ariani në orar pa orar kështu. Një ndër këngët më të bukura për mua është Ne jemi njësoj, e dëgjojmë tani. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 E years kështu si pa kuptuar Riku dhe Marta që prezumojnë se t'ishte terse dhe nuk është ka njëri që e do të marrë. E më provëm duke disi më ndryshe, mua por si unë tentet kam pas qef, pastaj që dalin filmat e rëndë cinema. Nuk e di pse, por gjithmonë tentet i kam patur qef se dhe mbaronte java e shkollës edhe duket se sigurisht më pranë fundjavës. Kur vjen fundjava nuk është se bëjnë gjë maramëndse, që se bën njëri tjetër, po se di, është pak të ndjeshmëria dhe psikologjike. Për të bërë kështu dhe të martë të 11 tetorit me fan day dhe me fan lover, e do të bëjmë ca detyra shtëpie një herë, dini tani më. Të tipit disa strisha super mega sensuale që vijnë aty në krye të televizorit tuaj, në shtëpinë tuaj dhe kudo tjetër. A çojmë apo të rikështu, si mendoni ju? Se u ngriva, domethënë. Ne do sillim kështu strisha sensuale si për t'ju bërë një ftesë për qëndruar me ne në gjitha rrjetet tona sociale. Është shumë e thjeshtë, pa çka se ajo pjesa ime preferuar është tani për shefin tuaj, ju mund të vizitoni INTV Albania ose të ndryshe INTV.al ku sjell kështu lajmet më interesante sociale, edhe jo vetëm edhe për showbizin. Sjell aty një si quhet sondazh më erdhi
sondazhe keni aty për bri. Ajo që më shumë më intereson është t'jepni votën tuaj për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10 ose e gjeni edhe vetë në intv Albania tek Salidoni dhe Survejoni aty. Si është ajo shpreha, më nuk po m'vjen ajo. Është shprehje gjuhë jashtëse që i bie lundron në internet, domethënë. Diçka e tjetër, që nuk më kujtohet se nuk jam mirë me memorie. Këto kohë këtë e kemi thënë dhe stërthën. Një tjetër që gjithashtu më intereson shumë dhe dua ta analizoj është pjesa ku ju komentoni në Facebook intv Albania për pyetjet që ne bëjmë. Çfarë plani ke për tetorin ti? Hiçë. Kishe gjysmëore ta mendosh dhe nuk e bëre. Martënia unë ka marrë fund. Ti Narti kishe ndonjë plan për tetorin apo ku të shkojmë le të shkojmë? No money, no funny, ë? Po ti Arlis? Vetëm tek skedina, inshallah të del shpirt se edhe unë ka të vërta vuaj, këtë nuk më se gjume që s'të dalin të ato skedinat. Tani, do të shojmë çfarë mendon dhe gjithë fan lovers sa i takon tetorit edhe muaj dhe planet që kanë bërë. Si mirë ta nisësh muaj me një plan, përfshirë se kjo plani mos zgjasë vetëm një ditë, kjo është çështje tjetër. A mund të ulem unë pak që të marr tabletin? Mundem, no? Faleminderit. Tani, nuk mbaj më të fare ku e kam lë, po diku do tani se dini që unë dhe tablet nuk është se e duam shumë njëri tjetrin. Fationa do të blej ca libra dhe unë dua dhurat një libër, meqense më vjen dhe ditëlindja. Stay Strong është një emër tjetër në Facebook që do të pres nëntorin dhe festat e nëntorit. Emi do vazhdoj të gjej veshin për Halloween. Është dhe Halloween dhe unë kam harruar komplet. Emanueli thot mbas të bëjnë një udhtim në Francë, Leandro thot dramatizime, Aureli thot festoj ditëlindjen time, Aureli Reli Bardi na thuaj kur ke ditëlindjen që të urojmë. Lejzi thot hello Fatma, çfarë planesh mund të kemi ne mi Aman përveç shkollës? Ndërsa Jetmir do të bëjmë 23 vjeç, Jetmir ma hedh për një vit. Eglandi do të shkollë qef dhe fandej çdo ditë. Sabri Malbor po përgatiten për ditëlindjen dhe pastaj do ikë jashtë, gjithë pas ditëlindjen në tetor. Ledi Verioni të bëjë xhiro me makinën time, masa qef. Do të presësh tetorin për të bërë xhiro me makinën tënde. Ky është një muaj që gjithë rrugët janë bllokuara dhe kemi trafik gjithë ne, kështu që gjeni cepa dhe rrugica lagjes ose dilini në këmbë. Këto janë dy zgjidhje, nëse nuk keni ndërmend që të shkatrojnë nervat dhe përfundon me flokë të drejta deri në darkë, domethënë nga nervat e shumta nëpërmjet trafikut gjithmonë. Po nëse ngesni në trafikun e kam zgjidhjen, më thotë ta çoni televizionin të radios, çojnë tek 105.7, muzikë pa para, ti pastaj të dielën dalë edhe unë në mëngjes, domethënë mund të më ngjoni dhe mua me ditë këngët më të mira shqiptare. Kam idenë që i tham të gjitha dhe nuk kemi lënë më gjë pa thënë për ditën e sotme. E rëndësishme është që të bëni qef sa të doni ju dhe sa t'ju dojë zemra dhe ne takojmë nesër në po të njëjtin orar. Mirupafshim. Never really know why like me.